Mos e guxo ishte paralajmërimi i presidentit të SBA-s Joe Biden ndaj Iranit, teksa besojnë se ky shtet do të sulmojë Izraelin së afërmi. Frika rritet për akmarrjen iraniane mbi një sulm error që vrau komandantët e lartë në fillim të këtij muaji. Izraeli nuk e ka pranuar sulmin ndaj një konsullate iraniane në Siri, por besohet gjithësisht se ka qenë prej saj. Zyrtarët amerikanë i kanë thënë CBS se një sulm i madh ndaj Izraelit mund të ndodhë së shpejti. Mos guxo ishte thirrja e Biden. Ne jemi të përkushtuar ndaj mbrojtjes së Izraelit. Ne do ta mbështesim Izraelin. Ne do të ndihmojmë mbrojtjen e tij dhe Irani nuk do të ketë sukses, theksoi presidenti amerikan. Sipas informacioneve të zyrtarëve amerikanë, sulmi do të përfshinte 10 raketa, të cilat do të godasin objektivat ushtarake në Izrael. Kjo do të ishte sfiduese dhe dramatike sipas tyre, pasi do të ishte tepër e vështirë të mbroheshin ndaj një sulmi në një shkallë të tillë. Ne dim si të përgjigjemi, ka thënë ministri i Izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant, i cili ka theksuar gatishmërinë për të mbrojtur nga toka dhe ajri në bashkëpunim të ngushtë me partnerët. Vetë Teherani nuk ka treguar publikisht si dhe kur do të reagojë ndaj Izraelit. Nëse sulmi do të bëhet, ekziston frika se kjo mund të kthejë luftën e vazhdueshme të Izraelit kundër aleatit iranian Hamas në një konflikt shumë më të gjerë rajonal.